duhet të jetë bërë si kohë nga marsi i vitit 2025, sepse atëherë ka ardhur fundi i marsit, atëherë ka ardhur Lulzim Berisha. Në fakt video është e bërë tani për korrektesë, kur drejtonte Lamëllari Ministrinë e Drejtësisë dhe drejtori Burqeve Qose, i cili paradoksalisht e kanë emëruar drejtor të AMP-ja. Imagjinon tani një drejtor i përgjithshëm që në kohën kur drejtonte këtë institucion bëj ky veprim, jo vetëm në këtë rast këtë qelin. Po ne i diskutuam në gjitha qelit ose në paraburgime ose institucione tjera, dhe ai është drejtor në AMP, është pak nonsens. Shiko, ti e di shumë mirë që drejtorin e AMP-s e emëron ministri i Brendshëm. Dhe me sa duket zoti Lamëllari, si ministri i Drejtësie, ka bashkëpunuar mirë me drejtorin e burgjeve dhe ka vendosur se është edhe ai pjesa atyre faturave është emërimi drejtori drejt. Shiko, unë nuk e them dot në këtë moment sepse nuk e di në cilin burg është bërë kjo gjë. Në informacionet që kam është në burgun e Peqinit. Nuk e di me saksi. Një gjë tani, unë e kisha shumë të vështirë ta shpërndaja për ta verifikuar për shkak se qelit e burgjeve thuajse janë disa njësoj. Dikush më tha që mund të jenë në burgun e Durrësit para se të transferoheshin në institucionet të burgut Peqinit. Por fakti është që është brenda institucionit të burgut. Dhe thash për efekt përhapjes së lajmit, përhapjes së zhurmës të madhe, sepse vetëm dje publikova faktin e videos që do të kemi një video skandal në rrjetet sociale, nuk e ke idenë tani se sa njeri më ka shkruar në Facebook, në telefon. Vetëm pse e thash një ditë përpara që do kem një video skandal për ta transmetuar gjatë emisionit, ku bëhej fjalë për burgje, njerëzit pafundësisht të interesuar, njerëz pafundësisht të pyetur, "Ore, mos është njeriu im, të lutem ta evitoni, bla bla bla." Domethënë histori të tilla është shumë e vështirë për t'i dërguar dikujt me verifiku fiks se ku është. Personi që ma ka dërguar në fakt është më thotë që janë në Peqin, por se si dhe kush është pak e vështirë, ndoshta pas këtij transmetimi njerëzit do fillojnë të identifikojnë edhe këto personazhe të tjerë për rreth Lulzim Berishës dhe njëri nga ato më sa e shoh, nuk e di tani ti e dallon ndoshta më mirë se edhe me sportin e ke mbulu, nuk e di si duket. Është ish presidenti i klubit Korabi, Femi Mziu, i cili ka pasur edhe incident para disa ditësh. Besoj që kjo do të jetë video më e vjetër.